Otra të vlezër të Malësisë së Madhe, të ndërtuar të pranishëm. Të gjithë ju që keni ardhur sot me shpirt të hapur për të dëgjuar, për të reflektuar dhe për të ndarë së bashku mendime e ndjenja shqiptarie, mirë se keni ardhur dhe faleminderit nga zemra. Kam nderin dhe gëzimin e veçantë që sot, në këto fisnike të shqiptarisë, në Malësinë tonë të ndritur, të prezantoj një njeri që nuk vjen vetëm me një libër në dorë, por me një ide të madhe në zemër. Një njeri që ka zgjedhur të mos keq, por të flasë, të mos qëndrojë me njanë, por të angazhohet, të mos përkëllel iluzione, por të ndërtoj mendim të thellë, e rrugdalje të mundshme për të ardhmen e përbashkët shqiptare. Ky njeri është Arjan Galdini. Arjan Galdini nuk është thjesht autor i librit Neoshqiptarizmi. Ai është një zë i guzimshëm i kohës tonë. Një mendje që kërkon të depërtojë përtej zhurmës së përditshme politike. Një shpirt që kërkon të zgjojë ndërgjegjësinë kombëtare, jo me pritma, por me fjalë të qarta, të pastra dhe të thella. Ai është një nga ata njerëz që kanë vendosur të mos shohin shqiptarinë si një flamur ceremonial, por si një përkushtim politik. Si një vlerë që të përfituar e jo vetëm duar të përfituar. E çfarë është ky libër që kemi në duar sot? Çfarë është neoshqiptarizmi? Është shumë më tepër se një votim. Është një doktrinë mendimi, është një manifest vetdieje, është një ftesë për të gjithë shqiptarët që duan të kuptojnë më thellë kush jemi, pse jemi këtu dhe ku duam të shkojmë si kombë. Neoshqiptarizmi nuk ka për qëllim të ringjallë vetëm latinës së shkuarës. Ai na thotë mos jetoni me mitet, por me misionin. Mos u mbani vetëm me kujtimet, por merrni përgjegjësinë të ardhmës. Mos të shihni shqiptarinë si dashëgimi të vend, por si zgjedhje të përditshme me mendje e me zemër. Ky libër është një përpjekje për ta kthyer shqiptarinë në vlerë të përbashkët morale, kulturore, shpirtërore dhe qytetare. Një përpjekje për të tejkaluar ndasitë, fjalët boshe, huçarjet, dhe për të rindërtuar besimin tek vetja dhe tek njëri tjetri si shqiptar. Arjan Galdini në këtë vepër ka përmbledhur jo vetëm historinë tonë të lavdishme, por edhe plakët tona dhe më rëndësishmja rrugën që duhet të marrim për të mos u humbur. Ai nuk na sheh si turm, por si bashkësi që ka nevojë për drejtim të qartë, për ideale të ndritura dhe për udhë të re. Ky libër nuk është shkruar vetëm për politikan apo për studiues. Ai është shkruar për çdo shqiptar, kudo që jeton, në çdo cep të trojave tona apo në mërgim. Është shkruar për ata që ndjen të shqetësuar, të lënduar, të humbur mes mjegullës së kohës. Për ata që kërkojnë rënjet, por edhe degët, që kërkojnë kuptim, drejtim dhe lartësi. Të dashur miq, banor të dashur të Malësisë së Madhe, sot nuk kemi ardhur këtu për të shpërndarë thjesht një libër. Kemi ardhur për të ndezur një fije dritë, një grim shprese, një ftesë për të menduar thellë e për të jetuar shqiptarinë me më shumë vetdije, me më shumë dashuri dhe me më shumë besim. Le ta lexojmë këtë libër me zemër të hapur, le ta pyesim veten. Çfarë jam duke bërë unë për kombin tim? A jam thjesht një dëshmitar pasiv i kohës apo një ndërtues i një të ardhme me të dritur? Sepse neoshqiptarizmi është pikërisht kjo thirrje e heshtur, por e thellë, për të zgjuar shqiptarinë që flet brenda nesh dhe për ta kthyer në vepër. Tani është momenti të ftoj mjeshtrin e madh, Zotin e një kurtit për të mbajtur fjalën e rast. Duke ju falendëruar që për dëgjimin. Svajnë në se janë në malë, është njerë për me, është edhe privilegj që kje zhjellë mërësinë e malë, për me promovu një libër t'ilë, për me respektu intelektualët, lexuesit, dashamirësit e librit dhe patriarët dhe të ikon. Malësia madhe është malësia madhe, malësia veprave mëdha, jo e burrave të zakonshëm, por burrave që kanë bërë histori dhe i kanë ngritur në lartësi më të madhe që mund të ekzistojë në historinë e një kohe. Këtu kanë linë personalitet e figura të tjera, artista, shkrimtar, poet, piktar, me fond botnor, skulptor me fond botnor.
Mozaik me pomë për në emët e cilë më nësot e një jo gjithë, dhe nuk ka shumë nevojë për jo përmanë, se nuk ka shumë në apanë, dhe të thanë se kje rutinë, kja emër të tyre, ata janë kërëria jonë, janë meri jonë, janë javdia jonë, dhe ne, prezi që jena sot, dojnë përpjetje maksimale për të lartësuar akoma më shumë emrin e marxisë. Libri në për cilin sot jena mbledhna ka vlera shumë të mëdha për masën e kombëtare, flitet për kohën, flitet për vlerat tona, dhe është një sukses i jashtëzakonshëm për mendimin tim që dhe arritje pse ja që ne vazhdojmë prapë ta duam atë dhëmë, ta duam veprat tona të mëdha dhe që kanë bajnë për ti purat tonë. Pavarësisht peshmërisë që kena ne nga politika, gjithsesi politika është fillim, politika i afron njerëzve, por ne këto, në qoftë se politikanët tonë nuk janë nivelit që kërkohet na, është edhe foja jote se ta nga një dalim. Dhe vëllezërit tonë janë, e dashamirësit tonë janë, edhe ne sot kena pas stumi njerëz, jo se aktiviteti ka lidhje me politikën fare, por kena pas stume politikanë, artista, njerëz që me të thanë për erën, edhe na kanë ndërru. E këtë sa u ndodhë dhe deputeti që po pas të kapitalë, artiste më gatika, në respekt kësaj vepre, jo politikisht, por respekt kësaj vepre, mëllë ndodhë. Tu ka poet, ka intelektual, ka njerëz me shumë vlera, e këna pas mundësi me po një kallë pa pamë to, sepse ne në mështesin që të ditë tonë shumë, se ne në mështesin valor, vinë sot kërkojmë në, po sot këna tashmë me pas një elit, sepse vetë personi, shkretari që ka pa autorit i librit është në nivellet më të larta, jo vetëm politikë shqiptare, po në nivellet më të larta intelektuale. E kjo ka shumë rëndësi për ne. Libri dhe të ishte shumë e mirë, mendojen, që të shpërdojnë edhe në për shkollat tona, sepse tashma ju dini gjithë valor të marxisë madhe, që ne kemi në lidin talente, në lidin, kemi shumë ekselenta, por që di, një popull shumë i vogël që përlon ekselenta, talentet jashtëzakonshme në gjitha fushat, si që dash në fillim ti, dhe dhe ishte shumë e mirë për ne që fëmijët e disa shkollave të njihen me, sepse këna pas falin, do ka falin që kam misit jashtëzakonshme me drejtorat e shkollave marxisë madhe, të cilët e duan, gazerisht e duan arsimin, e duan librin, e duan kulturën tonë, edhe për të tillë i revizjell, e janë drejtues, dhe ne jena shumë të lumtur që kena të tillë njerëz që e çojnë më përpara arsimin, kulturën, hijen, atë dashurinë, patriotizmin, vlerat tona të jashtëzakonshme që mbartin ne si marxistë madhe. Ndoshta nuk duhet zgjatem sepse nuk ka kuptim me nërhek dhe menin e pjesëmarrësve, por duhet të them që është njerë për ne sot, ndihem shumë i lumtur, shumë krenar. Unë autorin e njeh prej vitesh, por kur pavar librin për fonderën, përmasova nga ndjenja thellë shpirtërore, ato që ka menin e në shpirtin e zemrën e tij, i ka derë në letër, edhe këtë një mësim për ne të gjithëve, kush ka qenë të pasë shqiptarit, duhet me bëj gjithçka mirë për atë dhe të dorë. Falenderoj edhe një me zemrë si pjarë. Jam shumë një njohës që sot ke zgjallë këtë ditë më artët e na. Edhe jam shumë i knaqur që s'kena politikan ata që dojnë me na përdorë ne, pa njerëz na përdorë është, ne na përdorë edhe manja jote. Shumë faleminderit zoti profesor për organizatën. Shumë faleminderit si po ndërim në ndihmë. Shumë. Duke falenderuar mjeshtrin e madh zotin Elmi Kurti për fjalën e tij, tani është momenti që të ftoj profesor Blash Linatin për një fjalë përshëndetëse. Faleminderit. Jam i kënaqur që këtë takim vlerash po bëhet në qendrën kulturore të ri
Arka. Edhe është një ditë e bukur sot për ne, sepse kemi disa ngjarje. E para është Palmës Day, ditë e Palmës, kur populli bërtiste arroft mbret, ose na lëkik. Pastaj, po i njëjti popull, ditën e premte do të bërtiste crucify him, kryqëzojnë. Dhe po i njëjti popull pastaj përjetoi atë ditën e pranverës, të dielën e parë, kur hëna ishte e plot, dhe ngjallet. Sot kena pikërisht një ditë me hënë të plot, të madhësishme, sepse në mes nesh kena doktor profesorin e Universitetit të Tiranës, të njohur në të gjithë universitetet e botës, bashkëpunëtor i Harvardit dhe i universiteteve të tjera. Vera mundesh edhe ka vëllëzi. Bish. Le po vazhdosh. Është i dekoruar 2 herë nga presidenti Ibrahim Rugova për aktivitetin e tij dhe për vlerat që ai sjell dhe përcjell. Libri ne na vjen në një kohë të çuditshme. Dhe unë jam dakord me atë thënien që shoqëria njerëzore zhvillohet sipas një suste ku gjërat përsëriten, por në nivel më të lartë. Le të kujtojmë vetëm rilindjen tonë. Shqipëria e ndarë njëna palë quhet Kaor palën tjetër, ndërsa pala tjetër quhet Turç palën tjetër. Por i lidhasit prunë në dëshekujt e fundit shqiptarit. Me qëllim që t'i bashkojnë këta njerëz dhe t'ju kujtojnë atë që kishit të shtrenjtë dhe të përbashkët, atë dhënë. Nuk përbën çudi fakti që ne jemi dëshmitar të gjithë, kur shqiptarët në Maqedoni i pyesin: a jeni shqiptar? E jo. Po pse flisni shqip? Sepse ata me termin shqiptar kuptojnë vetëm që ti je musliman. I njëjti përjetim më ndodh mua në Prizren. Shoh njoftimet të shkruar arabisht në rastin e vdekjeve dhe një grua intelektuale me nolli afër. Dhe e pyeta: kur në Prishtinë shkruhet shqip, pse dhe ju në Prizren nuk shkruani shqip, po arabisht? Dhe ajo më tha: ti, a je shqiptar, a je krishter? Dhe unë i thash, kam të dyja: jo, shqiptar jam musliman. Vazhdojmë, po të shkojmë në Tuzë, jo larg. Dhe t'i pyesin, të gjitha fajet i ka mali i zi. Pra, kishim ujë të ftoftë, por ne dozim mali i zi. Dhe asnjë faj nuk gjejnë të vetë. Kalojmë në periudhën që jetojmë. Kena 2 forca në këtë shqiptarinë tonë. Forca e parë, që kërkon që shqiptarin ta mbulojë kokë këmbë në të zeza, që mos ketë mundësi as dritën e diellit ta shohë direkt, dhe ku ai tjetërsuar. Kena forcën tjetër, ku shqiptarin kërkoj ta zhveshin total, me eutanazin, me prinin numër 1 e numër 2, me martesat gay e lesbien e këto historinë tjera, dhe me përjetimin e turpshëm që ne pamë në Bashkinë e Tiranës një martesë të tillë. Ai që e bekoi, sot ka kohë të lexojë historinë e Shqipërisë. Sot ta përjetoj atë që më thotë.
Dhe pikërisht në këtë kohë, ne na vjen ky libër. Neo shqiptarisë. Mëson kur kanë kaluar në përbjeshkët e Kelmendit, ku njëra nga vajzat e bukura të asaj zone e kemi këtë veshur me motivet e gjubletës, dhe kur malet ishin të mushuna me borë, dhe kishte rrezik ata gjunin me pushk. Dhe pikërisht ajo pushk shërbente me kriju orteqe, por dhe me i sigurua rrugën. Ishte një krisë, ishte një fjalë. Edhe libri është për të pastruar një rrugë, është një fjalë, sepse fjala është e parë. Na vjen pikërisht në një kohë kur çfarë po shohim në televizion e këto. Në njërin anë, nga mëngjesi deri në darkë, Big Brother përpusën kundër familjes, kundër vlerave, kundër çdo gjë që ne trashëgojmë. Kërkohet globalizmi, ku fëmijët tanë në vend djathit zihen të hanë McDonald's, edhe të shfrytët mirë, 18-200 kg. Nga ana tjetër kena televizorin e mushuna me novela turke. I thuret landi pushtus, otomanizm. Me gjeni një vend të botës ku ju thuret landi pushtus. 300 spartanët nuk u bënë film se pushtuan, ose mbrojtën vendin e vet. Historitë tona nuk janë histori pushtuse, janë histori mbrojtje të vlerave. Pikërisht, për mbrojtjen e këtyre vlerave, unë jam i kënaqur që Arjan Galdi t'i uroj si ati kalorësit në lartësi që sulmonte për të drejtën në një karrocë me 2 rrota. Ishin 2 veta. Njëri ishte karrocieri, tjetër ishte në anën e djathtë të tij ishte shigjetar. Karrocieri le të jetë e vërteta, e drejta, me çfarë paraqet në këtë mbrojtje. Zoti Arjan Galdi, e shigjetari, që urojmë që ditën ta keci sot, me dirë, e erën nga pas, të jetë ai që na solli për librin madhësi. Faleminderit. Mirë. Duke falenderuar profesorin për fjalën e tij përshëndetëse, ku për epitetin shqiptar, ku ne jemi shumë krenar, edhe për duke ditur të përvuajtës që ne kemi kaluar së popull. Tani është momenti që me nder e mirënjohje e prezantoj me krenari autorin e librit Neoshqiptarizmi, zotin Arjan Galdini. Ju ftoj ta dëgjoni, ta lexoni dhe mbi të gjitha ta ndjeni, sepse ajo që ai sjell sot me madhësinë e madhe është një thirrje pastër për zgjim, bashkim dhe lartësim kombëtare. Shumë faleminderit. Nëse do të thoja faleminderit gjithëve do ishte pak. Por ajo që po më dhuroni ju sot këtu me këtë mikpritje, në fakt është as më shumë dhe as më pak, por ajo që unë kam patur si ëndër, si vizion, si qëllim, kur kam vendosur ta shkruaj këtë libër. Unë kam dashur të bëj një udhëtim në mendim, në analizë, në shqyrtim, për me kuptu shqiptarin, për me zbulu shqiptarin, dhe ndonjëherë kur ti nisesh në udhëtim, ti bën pyetjen, ore, a ekziston vërtet? Pra nëse unë po shkoj drejt ti, a do ta gjej aty? A do gjej gjumë historike? A do gjej gjumë akademike? A do gjej prova? A do gjej dëshmi? Sot, pa hyrë fare të ke shkuara, unë bë them që ja dëshmia ashtu mes Koplikut të qendra kulturore Arka bashkë me ju. Që shumë faleminderit sepse ju jeni ai shqiptari që unë
po kërkojnë ta risjellin. Kush ka qenë qëllimi i këtij libri? Ne kemi 35 vite që përpiqemi, rrëzohemi, ringrihemi prapë, vuajmë, dëshpërojmë, por çuditërisht kemi ndërtuar një mendësi që na ka çuar në dy shtrate që nuk përputhen me të vërtetën tonë. Pra ne jetojmë në një realitet që nuk ekziston psikologjikisht. Ne jemi një popull që po thyem rekordet në ikje, madje shpeshherë ne shohim që në Bashkimin Evropian, në Britaninë e Madhe dhe në vende të tjera, numri i shqiptarëve që largohen nga Shqipëria dhe kërkojnë azil politik është në 3-shën e parë, në 5-shën e parë, krahasueshmërisht me vende që janë vende lufte, vende konflikti, vende zjarri. Po ne nuk jemi vëndruar. Pra këtu ka diçka që shkon. Dhe gjëja tjetër që ne kemi ndërtuar, pra që është në imagjinatën tonë. Çuditërisht, ne kemi mbjell një ndjesi dëshpërimi dhe ankimtarie masive. Në çdo kafene, në çdo bisedë, në çdo drekë, në çdo darkë, në çdo pagzim apo në çdo sunetlik, në vaki apo në dasma, në tavolinat tona ne vetëm ankohemi, zbohet, është keq, si janë mirë punën, fashëtemojmë, komentojmë, shprehim opinione, nuk ndërtojmë. Ne kam pyetur shpeshherë me vetëm, po pse kjo gjë? Zoti na ka bekuar me mbi 300 ditë diell. Ja një prej tyre. Zoti na ka bekuar me të gjitha mrekullitë natyrore. Ato që janë mbi tokë, që i shohim me sy, por dhe ato që janë nën tokë, që i dim e shumë që nuk dim. Pse ka shumë ankimtari? Pse ka shumë dëshpëri? Një poet që më pëlqen shumë thotë: kush ankohet është si t'i lutet 2 herë dreqit. Dhe nuk e duket se shpeshherë neve me këtë ankimtarin tonë kemi bërë kaq shumë lutje ndaj dreqit sa thuhet na shkojnë apo na duket se na shkojnë dreqe për dreq. Dhe nuk gjejmë më zgjidhje. Ne jemi si ai udhëtari që nuk ka destinacion. Vetëm u rreh këmbëve, i ngrah këmbëve dhe ecën dhe ti thua, po ku po shkon? A do na ndal diku? Jo, ne nuk kemi ndalje, vetëm ecim, e rendim si të marrë. Përgjigjja e parë që kam të vetes është kjo, po një sekondë. Ne në 50 ditë e diktaturë u identifikuam si njeriu i ri, si njeriu i partisë. Si njeriu që i shërben partisë, i bindet partisë, i jeton me partinë, për partinë, madje edhe dollim e ka për partinë, pastaj për djalin, për vajzën, për të afërmin. Dhe ky është rrënimi i parë. E eksplorova dhe shqyrtova të gjithë dhe më rezultoi që inxhinierizimi human që vendet bënte komunizmi në 50 vite, në fakt ka qenë akti më i pastër anti-shqiptar. Ka qenë atentati drejt për drejt ndaj shqiptarit dhe identitetit tonë si shqiptar. Ajo që u quajt reforma e madhe e emancipimit, në fakt ka qenë një operacion i mirë strukturuar, i cili ka synuar realisht dhe vërtetësisht të këpusë rrënjët me traditën, me familjen, me virtytet, me doket dhe zakonet tona,
me mënyrën si ne ishim mësuar, rritur, edukuar, mëkuar, dhe dal nga dal, vit pas viti dhe dekad pas dekade, komunizmi na e shqeu identitetin. Na e shqeu identitetin. Gjë e parë që na bën na vrani ullat. Nëse ne u këndonim fëmijëve për trimrit, për trimat tanë, edhe një kohë që këndonim për partinë. Na vranin ullat. A e dini sa i trisht është një kom që nuk ka një ullat? A e dini sa e vështirë është për një prind, për një nën, për një babë, ta rrisë fëmijën pa një ulla, mos ketë një këngë me cilën t'i këndoj fëmijën se si do të ai të bëj fëmija, se si do të ai të rritej fëmija. Ta qetësonte, por edhe ta ndërtonte njëkohësisht. Qetësim dhe ndërtim. Se një ullat që në lashësi nuk kanë qenë vetëm ai zëri i nënës që jepte paqe fëmijës. Po kanë qenë ato fjalët që pastaj i buçisnin në subkoshient, në ndërgjegje të fëmijës dhe rrisnin që unë duhet të bëhem si ky. Si ky hero, si ky njeri për cilin me dëlluar nëna. Pra na vranin ullat. Na vran besimin tek familja, sepse na thanë që familja nuk ka rëndësi. Partia është me gjithçka. Partia është prindi. Ai udhëheqësi është baba. Dhe keni vërë edhe sot me u themi udhëheqës dhe baba, kemi një mani që të gjithë udhëheqësit i quajnë baba, kjo është baba. I shohim si baballar udhëheqësit, ndërkohë që udhëheqësit janë kalimtar. Nuk ka udhëheqës providencial. Ka ikur koha, epoka e udhëheqësve providencial, por ne akoma jemi aty, se nuk kemi shkëputur me kjo. Por ata vranë edhe besimin sepse mjafton të shikoni statistikat. Nga vetë instituti zyrtarisht i dosjeve, rezulton që ka qenë 400.000 fuksa. 400.000 fuksa. Kuptosh do të 400.000 fuksa? 400.000 fuksa do të thotë që ne edhe kur marrim pirunin për me ngrënë, 1 në 3 gisht spionon pirun. Jo 1 në 3 njerëz, por 1 në 3 gisht spionon pirunin. Pra imagjinoni pak sa e tmerrshme ka qenë. Ajo që na erdhi si e vërtet, të cilën pastaj u vite momenti i dytë, ne dështuam pas 19-s ta shëronim. Nga njeriu i ri i komunizmit, udhëheqësit e pas 19-s, të gjithë, majtas, djathtas, të gjithë, sado gjigant të mëdhenj, legjendar tjerë, të gjithë në vend të ktheheshin administrator të virtyteve, njerëz të ndriçuar që e ngrenë shoqërinë. Se liderët e vërtet janë ata që përpiqen që nëpërmjet lirisë të inkurajojnë, të ushqejnë, të furnizojnë, të fuqizojnë virtytet e një shoqërie. Imagjinatën, inovacionin, risin, talentin, zotësinë. Jo, liderët e pas 19-s i ranë qyrit. Ata thanë, okay, shqiptari që nga me identitet të shqyrë, atëherë ne po administrojmë veset. Dhe pas 19-s, liderët që na erdhën liderë që shfrytzuan veset dhe dobësitë e shoqërisë shqiptare. Nuk investuan për të dritë që shoqërinë nëpërmjet virtyteve, por u interesonte ajo rënja jote. Praktikisht nga njeriu i ri kaluam tek njeriu i zbrazët. Dhe vetëm njeriu i zbrazët e shpjegon këtë braktisje masive. E keni vënë që shpesh herë fëmijët, po e diskutonim ndërsa po vinim këtu, ne jemi të katër që kemi ardhur me Arsenin, me Gendën, ne jemi prindër të ri. Edhe po diskutonim për fëmijët që shkojnë, ti u aplotson dëshirat, i çon tek lodrat, luajnë, prapë thua, u kënaqë, jo s'u kënaqë. I jep të shohë televizorin, shikon televizorin, thua, u kënaqë, jo nuk kënaqë. Pastaj ti jep një video game celular, prapë thot nuk kënaqë, nuk kënaqet kurrë. Çuditërisht,
edhe ne jemi bërë si ata fëmijët që çfarëdo që të kemi rreth e qartë, ndihemi të pakënaqur, ka diçka që nuk shkon me ne. Po kjo vjen sepse ne jemi të zbrazur. Ne jemi të zbrazur, jemi tashmën atë gjënin tonë primitive, jemi si fëmija që nuk din me u kënaqë, nuk din me e përpunu dot atë që ndodh. Na kanë kthyer në fëmijë si shoqëri. Por me një fatkeqësi të madhe. Jemi fëmijë, por na kanë vrarë pafajësinë, se fëmia është i pafajshëm. Jemi fëmijë, por plot me fajë dhe mëkat në shpirt. Dhe kjo ka komplikuar shumë realitetin. Sepse ne kërkojmë zgjidhje dhe ka raste që kërkojmë zgjidhje tek politika, më shumë duke politika, sepse kështu na ka mësuar Partia Nën që lindi pastaj Partitë Biza mbas 90-s. Politika vetëm ajo na e ndryshon çdo gjë. Ky lider apo ai lider, kërkojmë shpëtimtar. Udhëheqësin e shohim si shpëtimtar, vetëm ky na e ndryshon. Vetëm ky e bën. Vetëm ky e zgjidh. Por nëse ne vazhdojmë dhe shkojmë gjatë në këtë drejtim, atëherë do vi një moment, do vi një kohë, që ne do kemi të shmontuar dhe do kemi zhbërë, ja këto komunitetet e bukura. Ja ky komuniteti. A e dini që revolucioni në Francë nuk ka lindur në Sheshën, ka lindur në sallonet e Madame de Staël. Revolucioni Jean-Jacques Rousseau-ja, Diderot, mendimtarët e mëdhenj, Voltaire, nuk mblidheshin në Sheshë, mblidheshin tek Madame de Staël. Një grup njerëz dhe imagjinoni pak sa Shqipëri e bukur jemi ne. Kur jeton në Tiranë, ti nuk e ke idenë që po të vish në Koplik, gjen disa dhjetra njerëz që janë shumë më plot në mendim dhe shumë më të plot në informim i drejtorisë sa gjen në Tiranë. Ja, ju jeni salla e optimizmit për shumë. Ju jeni salla që po ta qosh në Tiranë, ti je skido në Tiranë. E bën shumë të bukur dhe Tirana dhe gjithë Shqipëri. Dhe unë po ju them nga eksperienca ime personale që kam parë në çdo qytet, madje edhe në qytete të humbura të Shqipërisë, aty ku ka petrolja. Kam parë që ekzistojnë pra komunitete të tilla, por ne kemi vrarë komunitete se ne presim atë babën. Ne vrasim fuqinë e njëri tjetrit, atë që mund të bëjmë së bashku, kohezionin që mund të ndërlidhim së bashku, fuqinë që mund të japim së bashku, se e presim nga ai. Dorëzohemi, i lëm armët, e lëm veprën tonë në mes, sepse temi prit pak se do vi ai. Dhe kur na shgënjejnë ata, kërkojmë prapë në shpëtimtar të ri. Dhe hidhemi nga një shpëtimtar tek një shpëtimtar, gjithmonë kërkojmë modelin providencial të liderit. Po kjo nuk përputhet me tre gjëra. Nuk përputhet me lirinë, nuk përputhet me demokracinë, por nuk përputhet as me kombëtarinë. Se kombet nuk janë kurrë vepra e një njeriu. Që pas revolucionit francez, kombet ka qenë vepër e bashkësive intelektuale. Nuk ka qenë kurrë vepër e një lideri. Madje kombi lindi kur prek koka mbretit, mos harroni, simbolikisht. Kur i prek kokën mbretit dhe ja pan dhe thanë, ore prit pak se këtu nuk e pas ka gjakun blu. Ky e pas ka gjakun e kuq si ne thanë. Në momentin që i prek kokën mbretit, lindi kombi. Dhe unë dua me këtë libër, po them shqiptarëve, e dini si është puna? Ne mund të kemi të gjithë bindje të ndryshme politike, besime të ndryshme fetare, përkatësi të ndryshme, po themi në komunitete, në status social, në mënyrë se si mendojmë jetën, opinione krejt të ndryshme, krejt kundërta. Po ky vend do të funksionojë kur e kuptojmë një gjë të thjeshtë. Që nëse debatojmë në ide, unë mos jeni kurrë dakord me idenë e njëri tjetrit.
por gjithmonë përballja me ide na çon në një hap më lart, sepse edhe nëse unë e rrëzoj idenë e Ilmi Kurtit, s'besoj se ndodh, po që po e marrim potencialisht, ama nëse Ilmi Kurti ka ardhur dhe ka përballë idenë tjetër, nga thonë unë e mendoj kështu, unë nuk ta rrëzoj, por e sigurt është që ideja e Ilmi Kurtit më ka shtyr mua që unë mendoj një ide më të mirë. Përballja në ide, sjell dialektik, sjell zhvillim. Çfarë bëjmë ne? Ne nuk përballemi në ide. Ne vrasim njeriu dhe kemi gëzim punë me ide. Dhe nuk ka nevojë ta vrasësh fizikisht. Çfarë bëjmë? Lëre pa bukë. Izolohe. Mbytë. Krijoj arrest dhe rrethim social. Dhe këto partit tona e kanë kulturën e partisë punës të shkëlqyer, thonë ai zbon. S'është gjë. Është i keq. Është mashtrus. Është i ligë. Dhe përhapet fjala, sepse partit kanë ushtri. Partit kanë ushtri dhe në qoftë se ty do të ta marrë fytyrën dhe erëzin një parti, mjafton ta shpërndaj fjalën tek disa mira antarë të saj dhe ti je izoluar. Ti ke kryer punë. Dhe në hall kur dalësh ti nuk do të të njohin për atë që je. Por ti do të thonë, po, dynjaja flasin për ty. Po këta nuk janë dynjaja, janë 1000 antarë, 500 antarë, 100 antarë dhe një partie. Por sigurisht që grupi kompakt, i cilës do parti, është shumë i fortë se një individ, sa do i fortë jetë individ. Pse lindin grupet kriminale? Pse krijojnë grupet kriminale? Se ju jeni marrësi dhe ju thoni, s'ka trima në marrësia po jo. Por fakti njësh është ka. Thoni, çfarë doni ju, po e vërdash që ka. Ty më daja. Ka. Por grupet kriminale krijohen sepse krijojnë grupe kompakte. Po u bën 2 veta, po u bën 5 veta bashkë, përballë individit, e mësi. Këtë bëjnë dhe partitë. Por partitë kanë një fuqi më të madhe se grupet kriminale. Se partitë nuk kanë 5 veta, nuk kanë 10 veta, nuk kanë 20 veta. Po kanë 500 antarë, kanë 1000 antarë. E nuk mor individin partia. Dhe një gjë të tmerrshme që ka bërë komunizmi, ishte se Adolf Hitleri ka thënë një shprehje fantastike. Thotë, e dini çfarë mësova nga Lenini, thotë? Nga Lenini mësova se mbledhja e partisë është mrekullia e kohëve moderne, thotë Adolf Hitleri. Sepse thotë aty, thotë, Marangozi është sekretar partie dhe i kërkon llogari shkencëtarit dhe thotë kush jetë tema e shkencëtarit. I thyu dhëmët shkencëtarit, inxhinierit, mësuesit, profesorit, akademikut. Aty, ai Farktari apo Kovaçi ndihej më i fortë para poetit, para filozofit, në mbledhjen e partisë. A nuk e vini re që ne këto simptoma i vuajmë edhe sot e kësaj dite? Sot të mytej, jam antar partive kanë kontributot se kanë bërë protesta, kanë gjytë me Molotov. Pritmë një sekundë, se çështjet janë pak më ndryshe. Shoqëritë zhvillohen me mendje, jo me muskuj. Me muskuj punohet. Mendja zhvillohet. Nëse ne do t'i mbysim të gjithë zërat e atyre që mendojnë, ku do shkojmë? Edhe më keq. Tani, për ta lejuar pastaj që të flet edhe në pyetje përgjigje, do t'ju them që unë vetë kam një thirrje që besoj shkon përtej të sotmes. Unë kam një merak shumë të madh. Dhe ju a them shumë sinqerisht që dhe një nga arsyet pse kam shkruar këtë libër është se kam një merak shumë të madh dhe duat të bie këmbanave, duat të bie gongut për çdo shqiptar. Atë që nuk e bën 2000 vite, 3000 vite, atë që nuk e bën 10 pushtime,
sundimet huaja, aty që nuk e bën shërbime sekrete të huaja, aty që nuk e bën UDB-ja dhe Asfalia, Sorosi dhe Liu dhe gjithë farsoj prodhimesh dhe prurjesh tuaja ku unë kam frikë se jemi një moment që po ja bëjmë vetes. Vetëm mendojni pak statistikisht. Unë jam ekonomist në profesion. Unë jam pedagog vallën ekonomist. Shqipëria tani ka arritur në nivelin e 820.000 pensionistë. Pra, dhe probabiliteti është që në 4 vjet të ardhshme do të bëhemi 900.000 dhe avash do bëhemi 1 milion. Ndërkohë, sipas censusit, po marrim shifrat, jo atë që thuhet, që edhe shifrat janë dramatike, se nuk e di pse ne duam vetëm të egzagjerojmë, janë 2.4 milion shqiptarë. Në 2.4 milion shqiptarë, 820.000 janë pensionistë. 1 milion njerëz ke në gjendje pune, se 50 janë fëmijë. Po ata fëmijë po rriten me ndjesi për më largu nga vendi. Ky vend përveç se pos brazët, ka 2 fenomene ky vend, se gjithë flasin për shpopullimin. Po ka 2 fenomene që po ndodhin në vend. Po, ka shpopullim, po ka dhe një që më të keq se shpopullim. Ka kapitullim. Ne po kapitullojmë këtu. Askush nuk po vet për kapitullimin e brendshëm. Është një zotëmi aty që shumë i mençur dhe unë fort dhe ju besoj e njihni shumë mirë. Ai më ka thënë një gjë që më ngjerë mendjen. Ka pat 54.000 banorë. Marsi e madhe. Apo Xholi? Sakt. Ashtu pas. Ka 18.000 zotë. Pak më pak se. Edhe më pak se 18.000. Atje më tha një batut që më ngjerë mendjen. Tani tha, nëse dikur tha luanin të rinj, tha në Calceto, tha, ishte plot Petri Marsia, tha, dhe kishte Calceto që luanin, tani Calcetot kanë përfunduar në parkingje makinash. Shumë e vërtetë. Kjo po ndodh në çdo qytet të Shqipërisë. Por e dini që kjo nuk është fundi. Kjo është 8 pjeta. Ka edhe më keq se kaq. Sepse brezi i ri që po rritet, e tha profesor Flashi shumë drejt, po rritet për një kulturë e cila nuk e ka më pikë interesi i identitetit. Ne duam të prokufizojmë identitetin, por brezi i ri po rritet me Big Brotherin. Po bëhet garë në Big Brother për me marrë ca klikime dhe për me dalë fitus se cili burr puth burrin më bukur. Thoshte Ardon Zakoçajubi, në Stamboll mos vaf sharkur, atje shkon burri me burr, tani thon mos shiko Big Brother kur se atje shkon burri me burr. Big Brother i katastrofë, por puthen katastrofë. Rrjetet sociale, kë kanë vi pa rrjetet sociale? TikToku, Klaperi, Instagrami, Facebooku, kush janë vipat? Njerëzit më banal, më ordiner, më të shëmtuar, më ignorant, më të paditur. Njerëz që bëjnë garë kush thot sharjet më banale dhe kush bën liksit më të mëdha online. Unë për vete, po them, kam dëgjuar djalin tim dje që po fliste me shokët e tij dhe po përdori një fjalë megaluks. Shikoni pak sa e thjeshtë është, sepse fjalët janë të rëndësishme. Dhe i them, babi them, ma shpjego pak, ku e ke dëgjuar këtë fjalë? Po e thot gjithë rinia. Po këtë fjalë e thot një personazh e thatë TikTok-u, Kozaku. Tani imagjinoni pak, pra Kozaku tani po bëhet formësues, nëse ne jemi një brez që na ka formësuar Ismail Kadareja. Kemi mësuar fjalë nga Ismail Kadareja. Kemi mësuar fjalë nga Gjergj Fishta. Kemi mësuar fjalë nga Andrej Njeda. Nga Dritur Agolli sot na mëson Kozaku. Kuptoni ku po shkojmë? Pra gjua e brezit të ri po formësohet nga pjesa më e dhunshme dhe më e llumshme e shoqërisë shqiptare. Sepse shumë turmja është bo moderne. Ajo është moderne, por ajo dhe inkurajohet.
Se nuk duhet me politikë, po inkurajohet se ai njeriu që thotë ne nuk shesim 900 kile, bëm këto zyrtare një partie, afushat në një partie elektorale. Dhe del kryeministri i vendit ka program. Tani në fakt s'do të bëj politikë, po tani edhe modelet do që përgjegjësi kjo punë. Se ti mund të duash vota sa duash, por që duhet marrësh pak përgjegjësi, por çfarë modeli promovon brezin. Po vazhdo me stresin dhe nojzi. Më fali, po kush do të dëgjojë më Hilmi Kurtin? Kush do të dëgjojë më Arjen Gaktinin? Kush do të dëgjojë më Flash Kafandin? Kush do të dëgjojë më njerëzit që dinë në të vend? Kush do të dëgjojë më sot fjalën e të ndritur, të ditur, të shkolluar? Sepse suksesi po shkon aty tek personazhet groteske, tek personazhet brutale dhe banale njëkohësisht. E quar Hannah Arendt, banaliteti i skeqjes. Dhe mos harroni se ajo thot një gjë shumë interesante, thotë, bëj një gabim njerëzit që thonë që e keqja është radikale. Nuk është e keqja radikale, e keqja është ekstreme ose ekstremiste, sepse është jashtë neshtë. E mira është radikale, thotë Hannah Arendt. Por di çfarë ka ndodhur ne? Ne nuk shohim rrënjët brenda vetes që janë e mira. Ne shohim qoshet, zgëqet dhe majat dhe kulmet e të jashtmes. Prandaj shumë ka shumë ekstremizëm, ka shumë fanatizëm, se ne ushqemi nga e jashtmja dhe nuk shohim brenda nesh. Ky gon kërkon që ne shqiptarët të bëjmë një marrëveshje të madhe të gjithë bashkë. Një marrëveshje me cilën të ripërkufizojmë identitetin tonë. Të qartësojmë çfarë është shqiptari. E parë. E dyta, të krijojmë një ne të përbashkët. Të krijojmë një ne të përbashkët, sepse ne kemi shumë unë. I vetmi rast kur ne bëhemi ne, është kur na thret partia ose vrap. S'ka ne. Jemi shumë të veçuar, jemi shumë të vështirë për me u bashkë organizu. Përkufizimi i identitetit dhe ndërtimi i një ne i qëllimit përbashkët, në fund librit unë kam folur se si ne mund të arrijmë bashkimin kombëtar për shkak. Keni vënë ju se si liderët shqiptar shpeshherë kafshojnë gjuhë dhe thonë, po bashkimi nuk ka rëndësi sepse ne do bashkohemi në Europë, se Europa pra krijojmë këto historisë që tregojnë që ne jemi thjesht të pahavë dhe nuk kemi këllçe që të negociojmë interesin tonë kombëtar. As më shumë dhe as më pak. Por edhe kur u bashkuan Gjermanit nga Bismarcku, edhe kur u bashkuan Gjermanit nga Helmut Kohli, edhe kur u bashkua Italia, e dini kush ishte gjë që i bashkonte më së shumti dhe që i tha mundësi pastaj edhe veprës historike? Ishte fakti që asnjëherë asnjë politikan, as gjerman, as italian, asnjëherë, asnjë kohë, asnjë akademik dhe asnjë intelektual nuk rreshti si të aspirata jonë është për bashkim, aspirata jonë është për bashkim. Por e ti nuk po merr pushkën, nuk po krijon ushtrime marr kufi. Këtu s'ka që të ndaloj ty, as Gjermani, as Anglezi, as Amerikani me thënë, po mërë është aspirat bashkimi kombëtar. Po si do ndërtojmë në përkufizimin tonë si shqiptar? Në qoftë se ne nuk kemi spaku minimalisht një hartë identitare të qartë në qëllim përbashkët, se ja ku e kemi sot në Kosovë. Çdo ditë më tepër po fuqizohet koncepti i kosovarizmit. Ka dalë intelektual që një dreqet di se ku i di shërbej, që flasin e më ka ardhur koha me ndërtu komin kosovar, thonë ata. Çfarë na duhet Shqipëria, thonë? Çfarë kemi me Shqipërinë, thonë, na duhet Kosova dhe kosovarët, thonë, ndërkohë që Adem Jashari, që është në themel me gjakun e tij dhe familjarët e tij, në themel të kësaj pavarësie të Kosovës. Nuk e dha jetën, as ai dhe as 54 antarët e familjes së tij, dhe as një heroj i UÇK-s, dhe as një hero në qindra vite historisë shqiptare, nuk ka dhënë jetën ata për coptim. Kosova këtej, Malizia ndej, Maqedonia ndej dhe Shqipëria veç. Gjaku i çdo heroi
ka qenë për hartën e përbashkët identitare. Dhe në nderim të atij gjaku, ne duhet të rindërtojmë hartën tonë përbashkët identitare. Dhe duhet të mos ngurojmë, madje ta shpalosim. Por mua, shqiptarët do tregoheshin shumë të zgjuar dhe liderët politikë nëse edhe në Perëndim do e paraqesin tezën e Bashkimit Kombëtar Shqiptarëve si teza përfundimtare që garanton paqen në Ballkan. Por sa kohë shqiptarët nuk jetojnë në një shtet, nuk ka përpatur paqe në Ballkan. Le ta bëjnë si duam. Le ta bëjnë si duam. Sepse thirrja dhe pushtrimi i të parëve, pushtrimi i varreve dhe i gjakut, i prindërve, por dhe aty i rinullave që ne i kanë zhdukur, do ta mbajnë konfliktin gjatë. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, nëse duan paqe, duhet ta ushqejnë se s'bën aspiratën e shqiptarëve, sepse vetëm shqiptarët e bashkuar garantojnë paqen në Ballkan. Serbia do të jetë gjithmonë shteti më i fortë nëse shqiptarët do të jenë dobët. Greqia do të jetë gjithmonë shteti më i fortë aty në jug, nëse shqiptarët do të jenë dobët. E i vetë një shtet që mund të krijojë balans, krijojë premisën e një paqe të qëndrueshme është Shqipëria. Por do vizion. Po jo Shqipëria kaq sa është. Shqipëria e bashkuar. Unë e kam testuar, e kam folur në departament shtetit të tij. Po kanonore, keni menduar ndonjëherë që në Ballkan nuk ka paqe se keni ndarë dhe keni coptuar shqiptarët? A e keni menduar ndonjëherë që mënyra për të ndërtuar një paqe të qëndrueshme është bashkimi i shqiptarëve? Pa luftë, s'ka nevojë të bëjmë luftë. Luftra do bën. Tani do të ndërtojmë ekonomi, kulturë, projekt për bashkët dhe strategji. Dhe ajo që quhet pastaj diplomaci e vazhdueshme në të gjitha nivelet, diplomaci politike, shtetërore, por dhe diplomaci publike. Se dhe Perëndimi duhet ta kuptojë që kjo ide dhe kjo ëndra jone e bashkimit kombëtar nuk është një ëndër që do e fusë botën në një luftë të re. Jo, është një ëndër që faktikisht do i garantojë botës një paqe të vazhdueshme pak në Ballkan. Pra çështja është si ofrojmë ne, a negociojmë ne, a kemi negociator të zotë ne për çështjet tona, për aspiratat tona, a kemi ne projekte, kemi njerëz ne që mendojnë? Pse nuk i thrasim gjithë këta njerëz, pse nuk i thrasim ju? Si është e mundur që boton një libër, pozicioni me Gendin, ish kryeministri francez, boton një libër Villepin. Boton një libër ku ai një vizion se si mund të sillet Franca në këtë kohë moderne, ku po ndryshon gjithçka. Dhe sa boton librin Villepini, me një retrasin në komisionet parlamentare dhe pyesin deputetët. Zotëri, çfarë ke dashur poshtë këtë ide? Çfarë ke dashur poshtë? Jo duke kërkuar llogari, por duke dashur që të mësojnë nga këto ide. Në Shqipëri, librat e lulet i han Gomerët. Kështu që faleminderit. Jam i gatshëm për çdo pyetje për gjithçka. Për gjithçka. Duke falenderuar autorin e librit, zotin Arjan Kaldini, me të vërtet duke dëgjuar fjalimin e tij kaq domethënës, unë po mendoja me vete se si presi jote me të vërtet jemi futur në atë botën e internetit dhe kemi harruar të lexojmë për historinë tonë, të hulumtojmë më shumë, edhe përse kemi dëgjuar nga gjyshërit, nga prindërit, por prapë se prapë kemi shumë për të mësuar, për të lexuar. Dhe unë për vete i dashuroj shkrimet, lexoj, shkruaj edhe dhe me të vërtet me si pres ta lexoj librin tuaj deri në fund. Tani kaloj në një moment tjetër ku do ftoj profesor Sulejman Dulin për një fjalë përshëndetje po ashtu. Nëse mund të afroheni. Profesor Vajte, profesor. Zakonisht mas i flet autori bie dera mësimeve tona për të në kësaj eventesh. Si pak po përgatitur nga zanë momenti sepse unë e kam si zakon që me marr pjesë sidomos në kësaj takimesh. Njeriu duhet me kanë i qartë edhe paksa jam ambientuar me veprën, edhe me jetën e shkrimtarit, edhe gjithmonë janë momente që
janë momente që na bashkon pjesën, sidomos pjesën intelektuale, dhe ku ballafaqohen menime. Kapish një konsiderat për një vepër, është përgjithësi e madhe, duhet me kanë përgatitur dhe nuk marrë përsipër me dhënë konsiderata për librin direkt. Por, gjithsesi ka vend për me fol shumë për momentin që jena mle. E uroj shkrimtarin, e uroj për mundësinë dhe takimin që ka bën, e uroj gjithë ata që e kanë organizuar dhe që na kanë mbledhur këtu. Me një, unë e pash, mundoha një gjohë dhe fjallën e shkrimtarit, por pash edhe përmajtjen, dhe më thënë, atë që ka diskutua. E mjep me kuptu që gjithmonë barazat që vinë do të reflektojnë mi të kalumen historike që kanë vënd part e ti. Dhe unë këto shoh që refleksionet që ka bënë me personalitetet të mëdha të kombit, japin me tregu që ky si intelektual ka përcjell pikërisht atë që duhet kuptojmë gjitha të kalume dhe si po përjetojmë në të kalumin e tyre dhe si po përjetojmë të sotme. Unë domethënë pasha edhe thënie që i ka shkut nga veprat e tyre. Pash edhe një thanje të Sami Frashni. Po une duhet të shtoj që pikërisht Sami Frashni, një në thanjet e ti më të mëdha ka thënë që me mësu fëmijët tonë më mirë se vetën tonë, sepse ata janë për një kohë me pastaj. Kjo është pikërisht në këtë libër, që të mësojmë fëmijët tonë më mirë se vetën tonë, sepse ata do të shërbejnë një kohë që vjen mas nesh. Andaj unë do të thosha që një herë përgëzoj për librin që na ka dhurua. Unë i respektoj shumë gjithë shkrimtarët, gjithë ata që marrin kurajën me shkru. Unë shoh atë, ajo nuk e ndjek, po unë vera sa më ashtu. Po, unë i kam lexuar ato shkrimet tua, librat që ke nxjerrë, poezitë tua, më kanë dhuruar të tjerë në emrin tënd. Edhe më ka bërë përshtypje ajo një jamole që ke shpreh aty, edhe bukuria e madhe që ato i ke shpreh thjesht. Herë ke korajën, pastaj janë gjitha që vinë mbrapa. Edhe gjej rastin që me këtë rast me të përgëzuar ty. Kurse për Ilmin, s'kam qaten për Ilmin, Ilmia është një njeri që po apasionon historinë e krahinësve të popullit vetë këtu, po e pasionon me shkrimet e tij, dhe që nëse ne na duket se aq vlerë sa kanë se jetojnë bashkë me te, sa vlerat mëdha kanë me pas fëmijët tonë kur t'i lexojnë dhe të tregojnë që dikush ka shkruar për kohën që kena jetuar na. E përgëzoj, u përgëzoj. Ma shumë të punën të merë. Duke falenderuar profesorin, tani do kisha dëshirë shumë të ftoj edhe poetin, zotin Qel Mustafa, për një fjalë përshëndetje. Se di që lutem qa ma shkore kanë qenë si e djali mirë të është gjerme të justifima. Ma di këtë lutem, ma di të. Për këtë kamerë. Për këtë kamerë përse. Një falënderim i herë të veçantë për profesorin, për shkrimtare, i cili vën vlerat e tij intelektuale, penën e tij, mendjen e tij, për të mirë vlerat e kombit, për të dokumentuar librat e tij. Sepse jo vetëm Rilica, por kjo jep këtu si Rilica shkruajnë bashkëtor. Gjithmonë do të ketë Rilica. Është shumë interesante, edhe falënderim do t'ja bëj edhe Ilmis, i cili në aktivitetin e tij sponsorizon, nuk priton, aktivizohet gjithmonë në bashkëpunim me intelektualët më shqiptar për të çuar vlerat e marksizmale, atë që duhet të thotë një tot Shqipëri. Sepse kjo marksizëm e madhe
se profesori ka një tema shumë të ndryshme, u diskutoj shumë gjëra, kjo mallësi e madhe e cila nuk ka shpyr shumë përpara. Se kjo mallësi e madhe është ajo që griti glamurin të gjithë, ose jo i kush. Kjo mallësi e madhe është i morën krevat kryesore të saj, s'javu një vendin kush. Por unë do t'i bajsha shumë pyetje profesorit, po t'ishte se ka vend për diskutim, sepse vendin tonë status social na ka qenë këtë gjendje. Nuk jemi ka i ne, qytetarë Shqipërisë, që merremi me pasojat tona. Pa i kanë intelektualit e mirëpilë që ka kombi. Ata du t'i diktoj politikës dhe drejtuesave të kombit që ju nuk jeni në rregull se pajtojnë dhe pa popën shqiptar. Intelektual shqiptar që kanë një zërë nga ty ku duhet, dhe në kohën e duhet, për të thënë politikë small se në shpatalu. Pra ne këtu do të kisha dëshirë të bëjë pyetje shumë më të zgjeruara, por nuk po e bëj mund të ta falënderoj. Për çka ka bërë? Do ta falënderoj. Jam shumë Jam shumë mirë, faleminderit shumë. Duke falenderuar edhe projektin që e Mustafa, tani para se të vijë momenti final ku do të dorëzohet lindet, do kisha dëshirë nëse ka dikush ndonjë pyetje ose ndonjë pasardhësi. Atëherë s'ka. Ose në me folë shkurt këtë, s'ka problem. Atëherë unë e dy fjalë. Jo, është për të po. Përshëndetje të gjithëve. Unë faktikisht ndjem rastisht kam qëlluar këtu. Jam shumë minjose dhe jam shumë krenare që jam pjesë e kësaj marrësie dhe në rast me të promovim të librit të ndryruar të shkrimtarit Arjan Kedini. Faktikisht ndigjova me shumë vëmendje. Unë nuk jam e përgatitur se nuk e kam librin dorë, por në sa ndigjova profesorin Vlashin dhe të nderuar shkrimtarin Ardianin, unë kuptova shumë gjëra që ne duhet ta duam kombin, të sakrifikojmë për kombin dhe me që janë votimet, më falni, kjo jashtë dëshirës time, ta çojmë votën atje ku duhet për ne. Unë jam emigrante, dëshiroj të kthehem vendin tim, por mundësit janë shumë të pakta dhe unë po kërkoj një shtëpi këtu në Shkodër dhe faktikisht është bërë një tmerr. Diqa një gjamë këtu, diqa do më thënë korupcion i gjamë. Dhe unë i bëj thirrje gjithë popullit kudo, ne kam thënë edhe në funkse dhe ju kam thënë. Votoni dhe çoni një votën atje ku duhet, jemi ngopë këtu, qose nuk jemi ngopë mental, s'ka qa bëjmë. Ndrojmë krah dhe të hecim përpara, se kështu ne jemi të marruar. Me atë me një njeri që del me tuta, midis popullit, ta në popullit qytetar, s'kemi qa presim më shkosh. Unë nuk kam frikë këtë, se unë jetoj me djersën time, kam sakrifikuar jetën time, kam sakrifikuar familjen time, por mendoj që për kombin tonë, kombin jonë ka nevojë për ne, për fëmijët tanë, për të gjithë ne së bashku. Pra, e falenderoj të nderuarin shkrimtar për këtë libër, edhe shumë atë bukra dhe më të mira për tje, për kjo do t'jetë një kryevepër e jotja, basi vetë për kombin, në sa kuptova vetë dhe për neoshqiptarismi, të më thonë do t'ketë një vlerë të jashtëzakonshme. Minjoj dhe respekt nga ana ime. Dhe minjoj dhe shumë e marrë për ty. Të në admirat. Duke ju falenderuar të gjithëve për pjesëmarrjen, duke përgëzuar zotin Arjan Kedini për veprën e tij, dëshiroj që të ftoj drejtoreshën e revistës Fjala, zonjën Mimoza Staka, për të përshëndetur. Në onës e revistë Fjala, në përshëndetje të fundit, të uroj të gjitha të mira, për gjitha të jatë fote dhe për librin që të shkruaj. Shumë faleminderit. Unë me zotin Arjan, inshallah suksese, të gjitha të mira. Mirë, në qoftë se dëshironi të merrni një kopje të librit me firmën time me kësaj. Ku më është pak Me ishte ftuam, jeni ftuam për kafe, këtë kë imperialisti, të lokali imperial. La përsu, la moja të edhe në kemi
Shkruajnë